Si tu savais tout ce que je veux donner pour toi, mon amour. Si tu savais tout le bien que je pourrais te faire pour toujours. Si tu savais comme je voudrais n'aimer que toi, mon amour. Si juste tu me laissais, si juste tu me sais. Tu sais, les filles comme moi ne restent pas longtemps, mon amour. Il faut les attraper très vite avant qu'elles partent pour toujours. Tu as de la chance que je sois présente, mais si tu rêves, mon amour, je risque de m'envoler, tu le sais. Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se vini në kanalin tim. Unë jam Angela edhe sot është një ditë ente që po kaloj bashkë me familjen në Francë. Jemi në Paris. Besoj që keni parë nga Leana. Here is my little sister, beautiful as always. Do ju lutesha shumë po shikoni rumuja, besoj që nuk shifen tani, por po shifen. Mos ja vini re, se këtu kemi erdhur për pushime, e jo që të mbledhëm dhomën. E duke qenë që jemi gjithë ditën i kanë shkokën dhe vrap ande, atë një orë qërim këtu, ndrohemi, i hedhëm të gjitha kudo, e kaq. Para se të zjojmë të zbukurojmë të bad bi e gerle. Para se të rregullojmë njërin tjetrën vajtëm për kafe. Ka një boulangerie këtu poshtë e lagja jon, gjitur me Airbnb, që ka realisht gjëra aq të mira, çdo gjë që kam ngrënë, edhe kam pirë që dje më kanë kënaqur, po pi kafe, shqyr po pi kafe se kam shumë të vështirë të gjej kafe të mirë në shtetë të huaj. E çajin cappuccinon, çdo gjë që kam brenda, pana shokolat, croissant, cinnamon roll. Mendoj që është cinnamon rolli më i mirë që kam ngrënë në jetën time. E në përgjithësi jam kaq mirënjohës se kur afër Airbnb kemi vende të mira për të ngrënë për të pirë kafe, se fillon dita me mirë. Edhe ky vend ka çdo gjë të mirë. Dhe për mua nuk është hera e parë që ndodhem në Paris, është hera e dytë. Parisi ka qenë udhëtimi jon i parë jashtë shtetit i largët me Clyde-in. Kishim ndendur një javë atëre, neve kishim bërë në gusht e mendoj që ishte më bukur në gusht vallai, ose të vini në pranverë, sepse këtë ditë që neve jemi këtu bjen shi gjatë gjithë kohës. E na ka mërzitur jetën. Por po kur kisha erdhur, kisha parë të gjitha këto gjëra që po bëjmë, domethënë Louvrin, Musée d'Orsay që do shkojmë sot, Eiffel Towerin. Është hera e dytë që po i bëj si e rritur tashme. Dhe kur erdha thash do të kuptoj, po do më pëlqej Parisi. Përsëri në këtë moshë jam tani që kam ndryshuar si person, si karakter. Në krahasim me atëren që isha 20-21 vjeç edhe Parisi ka qenë gjithmonë ëndra ime, domethënë atë periudhë. Duke qenë që jam rritur me Gossip Girl, me Blair, me Macaron, të paktën unë po flas për veten time. E kisha ëndër Parisin, e kur erdha isha që çdo gjë më entuziazmonte, çdo gjë ishte e re dhe isha njeriu më i lumtur në botë dhe Franca për mua ishte vendi më i bukur në botë. Por e dini çfarë? I still like her. She's gorgeous. Është një vend shumë i bukur. Kaq. Duhet të ik, sepse do vonoj. Ashtu si bëjmë çdo ditë. Plus, shikoj sa bukur floçka tani të prera. Feeling myself. I feeling na. Po, okay, kaq. Ja të shoh pak. Jam shiko pak. Të shkon shumë Ketula. Franceze më vogël. Ketula. Do filloj të kërkoj punë këtu. Çfarë kishe për të thënë? Si ndihesh që nga Parisi i vogël, Porça, erdhe te Parisi i madh? Jam e mësuar me këtë jetë, nuk më të bëj përshtypje. Do me thënë, ti që kur ke lindur? Jam rritur në Parisin e vogël. Do me thënë, thjesht është pak më i madh këtu, nuk. Po, do me thënë bere baget juve gjithë jetën ande. Tani që e pe dhe Parisin e madh. Kush Paris të duket më i mirë, i vogël apo i madhi? Ka preferon? I vogël gjithmonë. Më vej çik në pozitë të vështirë. Pozitë shumë të vështirë. Po ku krahasohet Korça me Parisin? Krahasohet Korça me Parisin. Korça është më e bukur, ata po themi. Okay. Ka tjetër esencë. Bukur është Parisi, shumë e bukur është. Shumë ndërtesa të bukura. Ecën edhe kënaqet syri. Girl, la. Tregoje pak fustanin? Atëherë, këtë fustane kisha provuar edhe unë te Zara, se është shumë Parisian vibes. Romo, hola ta lefta. Por? Ma, ti akumu piranta miela. Hola ta lefta, moromo, hola ta lefta. Por unë kam atë problemin që poshtë më rinë mirë, robat e lartë nuk më rinë mirë, se s'kan ku të futen lartë, prandaj s'më rinë mirë, ndërsa motra se ri perfekt kjo fustanka. Tani me peliçën, tjetër vibe. Mirë, tani kam veshur mokasini, pastaj kam marrë taka, te çanta ti ndroj. Po. Foto. Se nuk hecet Parisi me taka, e provuam ditët e fundit me motrën, mi dha edhe takat e sec se nuk mundesh të hecte. Mos e provoni. Vetëm atlete. Atlete vetëm. Leri një fotografi të estetik. Jo, merrni, po doni fotografi, merrni çantë, shpinë, taka brenda taka, foto tak, pastaj ndroni pak. Ba, çantën e shpinës me taka, po të keni babin me vete, ja ngarkoni babit të shkretit. Edhe babi stil francez me këtë shall. Se jemi mësuar të shohim me shall në këtë kanal. Daksi, alo pragma. Dhe casually, kjo është lagja jon, me këtë lloj
Lamja është lagja jon. Nuk e se paramenduam ose parakërkuam lagjen ku jemi afër me Montmartre dhe Pigalle. Parisin ndajt në lagje, 1, 2, 3, 19, 20, nuk e di. Neve jemi te e dyta, po e doni si informacion kur do kërkoni për veten tuaj. Edhe sa më i vogël numri, aq më në qendër je. Do me thënë njëshja është qendër, dyshi jemi shumë afër qendrës. Me një metro shkojmë te kulla e Eiffelit që ta kuptoni. Sa për metron, është mjaft kaotike, të themi të vërteta. Është mirë të përdorni këto metro autobus sepse ka plot edhe po të mirëni taksi, do ke trafik, do mirëni Bolt po të mirëni taksi, jo taksi, se Bolti është shumë i lirë. Puna është që na thoshte ne të marrë më nente. Vinim këtu e po prisim të vi metroja më nente. E nuk vinte kur njerëz. Pyetëm një gocë ditën e parë, na tha, "Shikoj se ka vonesa sot." E tham neve lere, ikëm, bim ditën e dytë kalonin të gjitha përveç se më nente, se thotë Eliana prit të pyesë njëri prapë se s'po kuptoi çfarë po ndodh. E ai njeriu i tha, "Kjo është e juaja." Edhe si përshkruante 58, me sa kuptova paritet te linja, kalojnë metro të ndryshme që 58, 56, 12 sipër janë thjesht numra identifikativ të trenit, por jo që duhet të mirëni atë lloj linje, nuk është 58 linja, është thjesht le të themi targa e atij treni. Bonjour. Oui, arritëm në Paris. Kemi arritur këtu disa ditë, po erdhëm të bëjmë ato fotot estetik klasike që bëjnë këto influencerat, a dini të gjitha falso janë, se vim këtu me umbrella, kemi ngarkuar mamin e babin, mos ju them si, të mbajnë gjërat tona, reckat tona, i bërëm fotot shumë e bukur e kulla, tani duhet të shkojmë diku të ulemi, të pim një kafe dhe të mbrojmë nga shiu, sepse në orën 2:30 kemi rezervuar të ikëm te Musée d'Orsay. Kaq për momentin. Ajo ka një croissant gjigant me vete për photoshoot fantastike, icon. Je passe toutes les nuits à marcher dans les rues et je laisse mon ennui le long des avenues. Kemi arritur te muzeumi, është mbrapa nesh edhe jemi ulur të pim kafe. Faktikisht fillovi e gjitha kjo që të hajmë, por çmimet ishin Skandal. një burger 20 euro, një pizza 17 euro. Është zonë e shtrenjtë kjo këtu. Edhe këto një macchiato 3 euro i gjys diçka e këtilla është, edhe shpifur nuk pihet, po nejse. E po presim të arri ora që të shkojmë brenda, mamin e ka zënë Kurizi, muzeumi që thoni. Nuk ka qenë muzeum, ka qenë stacion treni. Pastaj kur nuk përdoreshe me si stacion treni kjo këtu, përdoreshe për të dërguar pako te lufta e dytë botërore, edhe që atje tutje u bë muzeum, edhe janë dashur më shumë hekura që të krijojnë këtë stacionin e trenit se sa Torre Eiffelin. Kjo them të vërtetën, mendime, gusto edhe shije personale, mua më pëlqen më shumë Museu d'Orsay se sa i Louvrit. Jo që i Louvrit nuk është e bukur, por do shumë kohë që ta vizitosh të gjithin. Ka Është pak më kaotik, kurse këtu duket që është pak më e vogël edhe shkon e shikon. Është më kozi në përgjithësi, e më jep një vibe më autentik, edhe pse nuk është turistike full është edhe kjo. Plus këtu më duket i kishte bërë propozim ai, ta kisha thënë te Emily në Paris, tu i kishte bërë propozim asaj tjetrës që kishte para Emilit, te ky muzeumi. Ka brenda artin e Van Gogh njerëz, se e dini se ai dua Van Goghun, e dua shumë. E ka Van Gogh, ka Monet, ka Renoir, i kam studiuar edhe në universitet këto gjërat, edhe kam shumë për zemër në përgjithësi kur vje dhe i shikoj nga afër. Plus ka gjetur Eliana këtë aplikacionin që quhet Le Walk. E shkarikon edhe i thua ku po shkon, edhe të thot çfarë të shohësh, gjërat kryesore. Për shembull, neve dje hapëm një guida që thoshte të shohësh gjërat kryesore brenda një ore te Louvri. Po nuk don të harxhosh 7 orë brenda te Louvri. Edhe ka për çdo vend të Francës, mund të zgjedhësh për kudo që shkon, e të jep të gjitha informacionet që të duhen, por mirë do jetë të keni edhe kufje që ta dëgjoni. Ka një tur që është Parisi nga sytë e Emilit. Po. Emily në Paris është një serial. Është nga serialet e mia të preferuara, jo që është fantastike ose ka ndonjë shkencë brenda, po thjesht është nga serialet që mundem t'i shoh shumë herë edhe të mos mërzitem se ka të vibe-in cozy që themin ne. Edhe do desha shumë të harxoj një ditë duke bërë turin e Emilit, po të kishim pak më shumë kohë. Un kam bërë një notes edhe kam salvuar vende që dua të provoj ëmbëlsira kryesisht, se mua Franca më pëlqen tepër për ëmbëlsirat që ka. Ushqimi jo për ëmbëlsira, janë numër 1. Edhe pam që këtu afër ishte Boulangerie Gosselin që kisha salvuar edhe una te nocat e mia. 3 minuta në kam, kështu që erdha për marrë ëmbëlsira. Ka edhe sanduiça, edhe ka çmime normale, të balancuara. Me zor po pres, duken të gjitha super të mira nga jashtë. Çfarë është kjo? Parajsa e Angelës është kjo. Ekler do marr që është 2 metra ekler 18 euro. Kjo është një ekler që unë dua në jetën time. Njerëz unë do marr Kis Loren. Kam pa e ngrënë që kur ishim në Anesim Albionën e me Gestin. Unë kam rënë në dashuri me ëmbëlsirat me limon që kur kam erdhur në Francë. Më përpara thosha nuk dua t'i provoj ç'është kjo ëmbëlsirë me limon. Që kur kam vizituar Francën, jam dashuruar. Tani motra do na thotë si duket Kis Loreni. Është shumë e ngrohtë Kis Loreni. Mirë.
E mirë, më pëlqen. Babi po ha krok monsieur. Arriti ora jon që të hym brenda të muzeumit. Brenda këtij muzeumit mund të shohësh piktura dhe skulptura që tregojnë si artistët e shihin në botën me sytë dhe zemrën e tyre. Jam e rrethuar me kaq shumë art. Ndiem sikur jam te vendi që duhet isha. Mami me babin po talle, nuk intereson fare që po filmoj, kaloj në mes, sikur nuk dua të bëj skena të bukura. Tani do marrim kohën tonë që t'i shikojmë të gjitha. Arti këtu brenda është i rëndësishëm sepse tregon ndryshimin në mënyrën si njerëzit filluan të mendojnë dhe të krijojnë. Artistët nuk donin ma të pikturonin vetëm atë që dukej sakt, por atë që ndjenin. Na mësojnë se arti nuk është vetëm për t'u parë, por për t'u ndjerë. Kur shikon këto vepra, kupton që arti ka fuqinë të frymëzojë, të jap shpresë dhe të lidh njerëzit nga kohë dhe nga vende të ndryshme. Edhe te Louvri, po edhe te ky muzeumi këtu, keni edhe locker, self-service, që kur vini këtu, po keni shumë gjëra, palltot, e nuk doni të pëllësisni brenda. Keni backpack edhe nuk doni të mbani në përkuris. Mundeni të vini këtu, vini një kod, shumë kollaj sistemi, leni gjërat tuaja. Kishte edhe për valixhe të mëdhaja locker, edhe shumë e rehatshme plus është free. Ja, këtu brenda e kisha lënë edhe unë peliçen. E mbaruar xhiron tonë dhe tani po bëhemi gati tikëm. Je passe toutes les nuits. Tani që mbaruam nga xhiroja jonë te muzeumi, erdhëm të marrëm edhe burgers. Kemi parë që djeg të dyqanin që bën smash burgers. E më zor po presi provoj. Unë normalisht burgeri e haj me pul. Kjo nuk është me pul, por i kam parë në për video që janë shumë të mira dhe jam kurioze. Këto janë edhe çmimet pak a shumë që të keni një ide. Morëm 4 burger, 3 të vogla, 1 medium, 2 patate dhe 1 cookie, 45 euro. Mban erë shumë ermish kjo. I shikoni si është e shtypur, prandaj quhet smash burger. Pa. Patatet, i kam vënë në një gjak shumë. Ishte shumë estetik në përgjithësi. Na ka vënë edhe një salcë për patatet që edhe kjo më duket e mirë. Bara pak pis krevatin, pakre. Edhe hajde me fustan të bardhë. Shumë e mirë. Aprut. Unë që nuk haj dhe këta lloj mishi. Ma nuk më pëlqen era e mish. Një bezdi kjo era. Bajluket e mia, shikoni si bën. Kaçurela në fund të ditës. Provat që realisht më pëlqevi. E kam tharë. Nuk kam lënë asgjë në pjatën time. Mami nuk mundet të më thot asgjë. Bravo, bravo. Të lumë të goja. E kuptova që trupi jot kërkon punë fizike. Që dash më shumë, që ta arish ato 10 kg që dua unë të marrësh. 10. 10 dua. Mirë. Po more 10 nuk them. Po mora 10 ditë që s'më thua ha. Do më thosh do mësoj. Babi më the. Ju kam thënë kur nuk di të flas, do të thënë që kam arritur. Jam te peak time. Babi më tha që kam ngrënë unë atë burgerin që bante atë lloj erë, do të thënë që isha jo uritur. Isha ekstrem tepër shumë e uritur. Tha babi, që nuk hajshe, po ma shpifte. Nice. E hapat ju tregoj. Sot po kalonim xhiro nga ura e Alexander i dytit, i tretit, nuk jam shumë e sigurt, është një urë shumë e bukur. Edhe pa Eliana, që bënin këto fotografi në formë vintage, e duket sikur është gazetë. Edhe i thash, Lera Eliana budallallekash, nuk po më pëlqente shumë si ide. E kisha parë që shumica e turistave e bëjnë. Është budallallek, që do këta njërin e tjetrin, tha Eliana, jo, unë do ta bëj. E pyetëm atë, i tham sa lek kushton që të bëjmë këtë gjë, i tha, është me donations, jo me dëshirë. Po, sa të dëshirosh, pa ato lekët që shkojnë në bamirësi, diçka e këtill me sa kuptova. Dhe si përfundim, kishte të drejtë motra, ishte shumë cute si ide. Ai ka ndaj like-i, jemi neve, edhe këtu më tha mami që mund të shkruash datën që e ke bërë ose vendi që të pëlqevi më shumë. Edhe ta kesh kujtim për mbas shumë viteve, dhe na dha 5 copë të këtilla. Kështu që do marrja edhe unë do një çka nga këto. Dhe këto i morëm nga Muze d'Orsay. E vetë një gjë që unë mora, ishte kjo këtu për të gjetur faqet e librit. Mori Eliana këtë këtu që edhe kjo më pëlqevi tepër. Plus Eliana mori edhe këto letra bigjozi, po që janë të inspiruara nga Van Goghu, edhe kështu duket letrat brenda shumë të bukura. Mbase duhet i kisha marrë edhe unë të them të drejtën. Tani iku herën e tretë që do vinë në Paris, mbase do e marr. Edhe këtu është një print i madh, e mori mami që ta vënë në një kornizë të bukur gold edhe ta ketë si art në shtëpinë tonë tani në Greqi që shtëpia jonë është e bukur, edhe do i shkonte shumë. I thash, "Ma pse nuk merr këtë?" Si ishin edhe 14 euro printi. Edhe gjetëm këtë që na pëlqente të gjithëve. Quhet Gruaja me umbrellën. Ka edhe ngjyra që janë pastele, besoj do duket shumë bukur të gjithë. Familja mbase ja futi një orë gjumë të mirë. Po të mirë jo kështu. Nuk bëjmë shaka neve. Ne o flim ose flim fare. U zgjuam edhe nuk e di ku po shkojmë fiks. Për kafe supozoj, nuk e di po ka kafe të hapur në këtë orë. Ora është 8. Pastaj unë duhet të vi në shtëpi të lajm sepse nuk ka mbaruar programi. Jo, dita vazhdon ose më mirë nata. Sot kemi pronontuar të shkojmë te Moulin Rouge. E mori çelsa babi. Është dhurata që bën mamit për ditëlindjen e vet. Të shkojmë të shohim të treja neve Moulin Rouge, të shohim një spektakël të këtill. Babi nuk do vi se nuk do. Ja bëjmë dhuratë babi, po babi nuk do, nuk i pëlqen muzika këto gjëra. Kështu që do ri në shtëpi. Por e kemi në orën 11 natë, kemi kohë akoma. Kemi edhe ashensor këtu që
jemi te kati 5, por ky ascensor është super i vogël, nuk nxeh 4 veta faktikisht. Deri 3 dhe ato 3 të ngjitur njëri mbi tjetrin. I was a Shagaron magaron, Show në orës 11 vazhdoj me këtë është më i bukur. Pas që kishim farmaci pas shtëpisë, në përgjithësi markat gjasme La Roche-Posay, Dalinux janë më të lira. Gocat paktën që vinë këtu, shoh që blejnë shumë produkte të këtilla. Edhe thashë hajde jum pak në farmacinë e Eliana dhe ata ikën. E tani nuk e dim ku janë, s'po i gjejmë. Një gjë që kishin ishte double espresso, tha nuk bënin kafe të vogla në këtë orë. Pri thash macchiato, më tha çfarë është kjo? Ja tregova fotografi, më tha, "A nuk i bëjmë këto të vogla." Ndërkohë pam casual. E pivëm atë kafe dhe si tha Eliana, ishte sikur na kishim vënë në dënim. Pinim një glenç që dhe ishim të katër suratim kështu. Kam pirë kafe të shpifur në jetën time dhe nuk kam dhënë lek më kot në jetën time. 20 euro për 4 kafe që nuk i pim, Milan atje ishin të shpifura. Po mirë, edhe kjo është pjesë e eksperiencës kur shkon në një shtet të huaj, s'ka gjë, janë gjëra që ndodhen. Ato kafet që duken kështu pariziane me këto tavolinat, këto karigjet bukura që shikoni janë tipike të Parisit. Po doni të pini kafe, mos u ulni atje. Kaq. Mirëni një Coca-Cola atje, ato gjërat sigurta, të mbyllura që i dini keni provuar. Kafe jo, kafe shkonin ato që ju duken cute në Pinterest janë estetik, të gjitha kafet që kemi marrë në për këto lokalet kanë qenë yll. Kishim marrë dje makaron nga La Dore, ta provoj mami një është makaron e parë që po provon këtu. Shumë e mirë është. Thjesht unë nuk para i preferoj me lule shtry dhe me kështu, jam më tepër ato thjeshtat. O francez i vogël. O jeju. Mami ma dha këtë makaron, kështu që unë s'ja kthej dorën se do i ngelet goca e vogël e pamartuar pastaj. Ti ishte me freskat. Po normal. Sot bën krockrot. Bëra dush, tani ndihem përsëri mirë, edhe po bëhemi gati. Jo po bëhemi bëra, më mungojnë buzët obviously, edhe të lek të pjesën këtu. Kam marrë edhe këto çerpikët falso, çaj like. Prisni t'ju tregoj, not sponsored atoli, kam bler vetë me lekët e mia. Janë nga kjo marka çilisime, edhe e quajmë Press and Go, Clean Girl, kam zgjedhur unë si model. Ka nevojë për ngjitje, se kanë ngjitsin vet ato, edhe ti thjesht duhet i vesh edhe i vëm poshtë çerpikut tan. Do me thënë, unë po ju la syt, ju nuk e shikoni të ngjitura këtu lart, se janë ngjitur nga këtu poshtë. Edhe janë shumë kollaj, ju them të vërtetën. Besoj sa më shumë t'i vjaq, më mirë do jetë. E ke bezit vesh ato gjetat e tuja besh. Po do i vesh unë. Po të jap unë të mijat të zezat. Merë. E dia. Outfit of the night është ky fustani që kam bler nga Zara. Motra, shiko pak rreth e rrotull ku bën outfit of the night. Shiko thjesht si është. Aru muja. Okej, mirë është, po s'ka gjë. Por e mora, edhe këtë kisha si rast që ta vesh. Mule ruzhin, si rast tjetër nuk e di po do kem, por unë do i shfrytëzoj, ai do të ker, ishte 16 euro, mirë bëra që e mora ta gëzoj. Sepse jam e re, edhe kur do i veshim gjërat e bukura njerëz, si tha një shumë e famshme, shumë e mençur edhe shumë filozofe, kam jetën shumë të vogël, tha. Apo këtë thashë çfarë, të shkurtër, tha. E tha, unë do outfitet e mia ti vesh, ti gëzoj, jo ti mbaj në dollap. Kjo e mençura është motra ime. E tha. Motra duhet të ikim, hajde. Okej, ikim. Mirë mëngjes, nga dita janë e fundit këtu në Paris. Do jetë ky pozicioni që do ju hap, se këtu kemi dritare, duket bukur. Të shoh pak unë apo më shkojnë këto syzet. Djes ju thash, vajtëm te Moulin Rouge, por atje nuk lejohet të filmosh as edhe një gjë, nuk lejohet të bësh një foto, nuk mundesh të nxjerrësh telefonin nga çanta thuaj se fare vetëm për të paguar ose të shohësh orën, sepse për ndryshe të mirënin telefonin ose do të përzinin nga shoqë nuk do mund të shikoje. Kështu që do kesh hedhur 100 euro bileta kot. Ishin shumë strikt të ky rregulli, edhe kanë edhe të drejtë. Sepse Moulin Rouge është një kabareja më e famshme e Parisit. Është simbol i jetës të natës këtu në Francë. Ekziston që në vitin 1889, arrini të kuptoni për sa vite më përpara flasëm. Ishte krijuar kryesisht të jetë një vend elegant i hapur për aristokratët edhe për artistët. E do bësh shumë i famshëm te periudha e Belle Époque me vallëzimin e tyre që quhet Cancan, më duket. Besoj që është ai vallëzimi që bëjnë këmbët tuku. Jo kështu fiks, por e kuptoni ide. I cili ishte një vallëzim shumë provokues. Shumë e bukur bëre. Hajde ta tregosh në kamerë. Jo, vërtet bëre shumë e bukur. Shikojeni çfarë time të bukur me fjongon e Angelës. Shfaqja ishte spektakolare. Mendoj që është gjëja më e bukur që kam parë në jetën time. Kur fillovi Eliana, fillovi edhe të qante, sepse Eliana e vogël ka parë filmin Moulin Rouge, që është inspiruar nga kjo kabareja, edhe i pëlqevi shumë atëherë në Eliana, si ishte me Christina Aguilera, edhe kur fillovi ishte kështu
që dua të qaj. Dhe jo vetëm nga jo, po edhe nga që ka bërë kërcim që Po. në moshën 10 vjeçe dhe i pëlqen në Po. përgjithësi kërcimi. E kanë gjak atë. Kishte kostume luksoze njerëz atje, me pupla, me perla, me xixa, me glitter, petlla. Mi ikte petlla me gjërat që shkruaj. Nuk e besoja dot që po shikoj ato gjërat para meje. Gjithë skena nga mbrapa ndryshonte, beshte diçka tjetër në çdo sekond që të arrini të kuptoni në një moment. Glamour, blondi, glamouri. U hapa jo skena ku ecnin palko në italisht, edhe hypi sipër një pishin transparente që gjas me hodhën atë gocën brenda, e po mbyteshe, po bente akrobaci brenda në ujë, që të arrini të kuptoni domethënë sa wow ishte. Kishte brenda edhe calisthenics, kishte brenda edhe një çift që çuni hifte gocës sa thika edhe nuk duhet ta vriste obviously. Blue minding, nuk e di çfarë t'ju them, po erdhet ju lutem, beja një këtë nder vetes tuaj e prenontoni bileta për Moulin Rouge. Këtë duhet ta bëni si s'ben, nuk duhet ta humni si eksperiencë. Dhe arsyeja, më duket nuk e sqarova, që nuk lejohet të bësh foto e video sepse duke qenë që ajo është kabare. E gocat kërcenin pa gjë lart. Lart kishin si tip perla që vareshin kudo këtu në mesin e tij, po nuk kishin sutjena brenda, sepse kjo është kabareja në përgjithësi. Kjo është ideja e kabares, po janë gjëra që nuk i pëlqejnë. Okej, atëherë mos shkoni. Po nuk është diçka bullgare, është një gjë shumë e bukur për të parë. Nuk është në formë çapo shoh tani. Është shumë estetik. Fola shumë për këtë gjë, por realisht I am so excited. Bukuroshe, outfit of the day check me pantallona të bardhka, me Swarovska, kordelka, na çmende fare. Mirë, stylish as stylish. Bermuda Zara, ripi Zara, se besoj atë do pyesën. Outfit im pantallona të bardha, kam veshur këtë bluzkën, nga poshtë varet kështu nga Zara, kam veshur një xhaketë lart, kam vënë perlat. Sot ideja është inspirim nga francezët, nonchalant, but chic, janë rrobat e fundit që më kanë ngelur. Sot dita ka të bëjmë xhiro në Montmartre. Montmartre është shumë e famshme sepse këtu jetonin artistat ndër vitet. Këtu ka pas jetuar edhe Van Goghu, në përgjithësi ka piktor, muzikist, edhe supozohet që ka një vibe kështu shumë artsy. Por do vini me atlete, me kpucë të rehatshme sepse i shikoni të gjitha këto shkallët. Këto janë shkallët që duhet të hypëm ne tani. Jo me ato kpucë, as me këto kpucët e mia, me atlete idealisht. Kthym në shtëpi. Sot ishte dita më e keqe nga ana e shiut, po binte shumë shi gjithë ditën. Derisa arritëm atje ishte mirë, pastaj që atje tutje le katastrofë. Kisha veshur pantallona të bardha, pallton e gjatë. E kur u ktheva në shtëpi që ndrova, i kisha ujë, se mbaj streçe nga poshtë, i kisha ujë streçe deri te gjysma e këmbës thuajse. Nuk vajti mirë xhiroja jon sot, do kishte mundësi të shkonte shumë më mirë se kaq. T'ju tregoj budallalliqkat që morëm, se kishim lënë ditën e fundit që të bëjmë pak shopping. Jo që ditët e tjera s'kemi bërë, po nejs. Unë mora këtë, le pena shokoladë, sepse unë e ha shumë këtë edhe në Itali, tani që erdha këtu më pëlqen shumë. Janë kartë postal. Edhe Leana mori le croissant, edhe këtu. Dua të gjej një kornizë dhe ta vete kuzhina, atje ku bëjmë edhe kafe, ndisi diçka duhet të bëj. Kur futëm te dyqani i këtij çunit, kishte muzikë shumë cutesy, 2000s, Timberlake, nuk desha të dili, ai na tha, "A jeni veshur shumë bukur goca", mbas e tha se dishte të bëj shitje, shumë mundsi. Por okay, neve qefin ai bëri bara par. Po e han kukin ti. Dhe me qetësinë më të madhe në botë, babi vendosi të marr 6 copa gjalp, 2 mi bëri dhurat mua, edhe Klajdit, edhe këto mori babi. Pas që kjo marka është shumë e mirë, ne nuk e kemi provuar, nuk e gjetëm këtu në supermarket ta provojmë përpara. Por po ju pëlqen gjalpi do vini në Francë, ky është më i miri, edhe atje që pyetëm te dyqani na thanë që ky është më i miri. Ti bënin edhe vacuum sealed, që ti fusesh në valixhe mos kish merak që do hape diçka edhe do të bën të gjitha rrobat pis. Si po ecnim, tash në dyqan, e kishte një teta franceze këtë dyqan. E jashtë dyqanit ishte kjo që si tip gjysmë pallto, xhaketë le do thosha më shumë, është më shumë për kohën e Athinës. Cape, kapa, nuk e di si quhet kjo. E pash nga jashtë e thash mamit mua kjo më pëlqen. Po nuk isha dërmend hyj te dyqanit, ju them të vërtetën, se nuk kam nevojë për rroba të reja. Jemi tani realist. E provova edhe më pëlqevi tepër, ka shumë stil francez. Diem shumë parisien. Kushtonte 29 euro, që nuk është ndonjë çmim i egzageruar. Mos bëj zhurmë me qeskat. Edhe është 65% të lana. Kështu që thashë di çfarë, le ta marr, ta kem kujtim nga Franca do e vesh në pranverë.
vjet është në mod, nuk e di po do vazhdoj të jetë, por pak rëndësi ka se mua më pëlqen shumë dhe kem kujtimin tim nga Franca. Edhe e mori edhe Leana edhe unë këtë. I kisha thënë Leanës kur erdhëm në Francë që kam gjetur thrift shope, që kanë edhe peliça të bukura shumë. Edhe i thash, po gjeti ndonjë peliçë, i thash. Ç'a të bësh? Sa jo nuk marr, unë do të peliçat, se tha, ku do të çojm peliçë? Po te njëjta teta që nuk ishte një thrift shop, por pa Leana këtë jashtë. Edhe më tha, Angela, unë këtë e dua. Thash motra, ku do e vesh? E më tha, nuk më intereson, do vishëm me nga 2 peliça, po unë këtë do marr. Kjo ishte 59 euro. Ajo tjetra ishte 9, dilnin 88, ja la 8 me 80. Shumë e bukur edhe kjo. Dhe suveniri fundit që morëm janë 2 Vogue, sepse sipër ka të shkruar shkurti 2026-s, kështu që e dua ta kem te koleksioni ime dhe dua të filloj të marr Vogue nga të gjitha vendet e botës që do shkoj. Edhe ke vitin, edhe muajin që ishe në atë vend. Shumë e bukur edhe kjo si ide. Ha, ku janë ato që morëm ta tetja, ta magnetakja? Jare ku ka fshesun ka shkjo. Dhe më duket ju kam thënë që mua nuk më pëlqejnë gjërat që vëmë në frigorifer. Nuk janë stilim fare të mbush frigoriferin me suvenir, por varet nga suveniri, sepse kjo është vepër arti, edhe kjo thret Angela, do me thënë këtë gjëm po të shikosh, thret emrin tim, thot Angela, do e desha shumë ta kem sipër te frigoriferi, edhe mora sepse më pëlqen. Edhe këtë e morëm, se edhe mamit nuk i pëlqejnë ato për frigorifer, tham të mbushëm frigoriferin që kemi në te shtëpia në Tiranë. E këtë morëm për te shtëpia në Tiranë. Ne do shllodhemi pak që të mundemi të ridalëm. Mami ditën e fundit gjeti fshes me korrent edhe do e ver tani sepse nuk mundet ta shikoj dot rumujën që kemi bërë këtu. Ndërkohë varëm palltot që veshëm brenda ditës sapo hym në shtëpi ku t'i gjejmë që të arrin të thajnë. Xhupa, peliçe, aty kanë vënë gjëra të tjera të thajnë. Nuk arrini të kuptoni çfarë rumuje, ç'të shmendurie. Sa u zgjove, kështu që po duke me nerva, mbase është sepse jam me nerva. Desha tani që u zgjova të ha diçka të ëmbël, edhe morëm që parë një gjë që më tha motra që është bërë super virale te TikToku e Italisë. Pangoccio lo quhet. Po në përgjithësi italian të hanë edhe ato, si quhen ato që hanë për Krishtlindje. Pandoro edhe panetone. Panetone, që panetone mua ma shpif për shembull, kështu që nuk është që i kam shumë besim italianëve për këto gjërat, po ka shumë kështu duket, si panetone duket. Si buk me çokoladë. Jo buk, si tureki. Ishte mund të Moulin Rouge, edhe më doli para. Më kam parë shumë video nga italian që thonë, fantastike, o zot. Nuk ishte aq o zot. Okej. Erdhëm te Le Marais, pam që bëjnë ca bageta me mish brenda, patate me salcën e tyre sekrete, ajo salsa jeshile. Ekziston edhe si pjatë, kjo do me thënë tradicionali ja si pjatë. Por e pam që e bëjnë këta në sanduiç, ishte mega virale dhe vërtet është ka shumë radhë. Qet la baguette dy rule, ka vajtur babi me Leanën janë futur në radhë tani, që të marrën të paktën një ta provojnë. Se unë nuk e ha atë lloj mishi, mamit nuk i hajt. Unë po gjeta do një krep jo të ëmbël, pas të thare, të kripur. Po të gjena i krep të kripur, ata do marrë se ato më pëlqejnë. Do ju bëjmë review sapo ta marrëm. Ky qenë ka sanduiç i famshëm, të them të vërtetën ban shumë erë të mirë. Është prerë në gjysmë, kishte vetëm 3 masa, small, medium e large. Ne morëm medium, 20 euro. Duhet ta provosh. Ka erdhur ora e të vërtetës. Eliana po e bën babin video me telefon, unë me kamera, e të gjithë po presim të kuptojmë çfarë është. Është kaq e mirë. Po, shumë e mirë. Ja, të shohim çfarë do thotë mami. Po mami gjithmonë thotë, mirë, ndaksi, nuk ishte kush e di çfarë. E mirë. Unë tani duke u rritur po bëjmë kurioze për jetën edhe për ushqime të reja. Nuk i pëlqeu fare. Është e mirë. Është shumë e mirë. Nuk e besoj dot. Çfarë kam humbur në jetën time gjithë këto vjet që nuk kam mish? Kam gabuar çdo gjë. Ato 10 kg që të thot mami ti marrë. Vërtet ka shesi qofte, prandaj nuk po ma shpif si mish. Po mendoj që duhet të shkojmë të marrë me një tjetër. Bërëm një xhiro të fundit në Trocadero, e pam kullën e Eiffelit. Mami më thot ke lënë çantën e hapur, po s'ka gjë shkreta se vetë kamera nxen këtu. Pam kullën e Eiffelit, e përshëndetëm. Morëm edhe croque monsieur edhe një krep. E tani jemi gati që të shkojmë në shtëpi. Nuk e di po jam gati psikologjikisht që të them në përgjithësi, po se kjo është muhabet tjetër. E kemi shumë herët në mëngjes neve. E aeroplanin tonë në 6 nisemi, edhe kemi aeroportin që është larg nga Franca. Është një orë gjysmë me makinë, është ajo Beauvoir. Edhe kur morëm Bolt neve, autisti jon ishte nga Maroko, na mori 120 euro, edhe tani që, apo i thashë mëngjes këta me Boltin, edhe tani që vajta të prenontoj unë nga Boltit, se mund të prenontos çfarë ditë e ore të vinë të marrën, më dilte 180 euro, edhe i shkrojta unë ati xhaxhit nga Maroko, i thash, do vishti xhaxhit të na marrësh me 120 nesër në këtë orë të na kthesh, më tha xhaxhi po me gjithë kënaqësi. Kështu që jemi rehat, po nuk e zori gjumin xhaxhin, shpresojmë që çdo gjë do shkojë mirë. So vesh kishin deri. Ai do i hanin 6 vezë tani. Ai do fillojmë ne do bëjmë pastaj kokoriko.
Përsëri në aeroport, e shikoni situatën, gjendjen. Jemi një familje e masakruar që kemi bere 20.000 hapa në ditë, edhe jemi me 2 orë gjysmë, mbase po theme shumë gjumë. 19.000 hapa e 600 janë 20.000 hapa. Shoferi jon kishte arritur në mëngjes, ishte zgjuar bilet, kishte arritur 40 minuta para se orën që kisha thënë. Neve në ata orë kishim rënë zilen të na bjerë, sa më razilja më erdhi mesazhi. Më tha, shkoni avash, mos keni merak, unë po pres këtu, rrugët janë bosh, mos u stresoni. Ishte shumë njeri i mirë. Biles u ndalua në rrugë, na tha kafe brioche, vajte morëm një kafe, edhe na i qerasi. Sot është edhe Shën Valentini që thoni, gëzuar goca Shën Valentinin. Goca, ore juve, të dyja goca. Këtu kam vend tullumbaska me zemra edhe gjara roz kjutsi. Unë dhe kaloj Shën Valentinin në për aeroporte, sepse tani arrim në Tiranë, edhe nga Dreka nisem përsëri për në aeroport që të kthehemi në Itali. Kështu që brenda një dite do ndroj 3 shtete sot. Na mirëpritën në aeroplan me drita roz për Shën Valentinin. Shumë cute kjo gjë që kam bërë me të gjitha këto detajet e vogla. Pastaj dihet që Parisi është qyteti i romancës. Jemi të ulur çdo njeri vet, por kur erdhëm ishte thjesht se bosh aeroplani dhe ulëm bashkë, se kishim mundësi. Shpresoj të jetë e njëjta gjë që të mundem të ri bashkë me Leanën e të flem njëra si për tjetrës. Edhe pse më shumë flen Leana si për me, po nice. Albania, Shqiponja të arritën atë dhe erdhi Klinti të na marrë, do shkojmë të marrë makinën e babit që kemi lënë te xhaxhai mamit, një lëmsh në përgjithësi. E të ikëm në Tiranë që ta mbush valixhen me gjërat e tjera që kam lënë në Tiranë, edhe pastaj të rivim në aeroport. Gjendja është katastrofike, nuk mundem t'ju sqaroj çfarë ndodh në këtë shtëpi. Hëngrëm bugaçe për drek me simite që na kishte sjell Klinti nga Elbasani. E thjesht e marr me valixhe, nuk e di ku do fus çfarë, nuk e di çfarë do më nxeje çfarë jo, po më hikën mua petlla për valixhe, babi petlla për trafikun që do hajtë se është e shtunë e njerëzit shkojnë në Korçë që kryoj trafik në Elbasan. Çdo njeri me hallet e veta. Për pak të rinisemi për në aeroport, nuk e besoj. Do të filloj të qaj, ju betojmë, nuk po duroj dot më. Do më duhet të paktën një javë të marr veten pas kësaj gjëjes. U mundova të mbledh pak gjendjen, edhe u kujtova që nuk isha bërë check-in. Ora është 1:30, u nisem në 5:30. Shqyr kisha kohë, se nuk e di çfarë bëj, pastaj do duhet të paguaja o do ngelesh këtu. Edhe pse e di që në Shqipëri funksionon akoma që shkon me pasaportën te banaku atje te gocat, po ndonjëherë mund të bëjnë numrat, të them se ke bër, paguaj 50 euro tani e këndende. 70 euro për 2 vete mbase. Nëse o për 1 o për 2, 70 euro kishin kërkuar në nastime kur kishte haruar të bëj check-in. Pse janë lek kohë për diçka që mund ta bësh për 2 sekonda. Motra ime po transporton fotot e veta nga telefoni im, të cilat janë afër te 3-4.000 foto. Duhet një 2 orë që t'i kaloj të gjitha ato gjëra. E un po pres të mbaroj motra ime që të kaloj un pastaj nga telefoni motrës ato pak që kam. Deri tani, 1 orë e kam harxuar duke kaluar nga kartat e Leanës, dy kartat e Leanës fotot e mia nga Parisi. Nuk e se kemi egzageruar, kemi çuar në tjetër nivel egzagerimin. Miru pafshim baba. Miru pafshim goca. Pafshim rrugë të mbarë të kesh. Lëdësja mami, cuni mami, më mori malli për ty. O, cenkuleta mami, ti cenkuletino. Bello. Ere burr, do e hapare. Unë po ria ande po hapja valixhen që të nxirja gjalpin që solla nga Franca, edhe po i tregoja Klajdit suvenirat, pse po merr kjo kështu lagështi. Kënde ande, edhe tani thash burr po ik të bëj një dush unë. Mora me vete te banja edhe rrobat e palara që kisha, edhe po vija nga salloni, se nuk nxenin aty te koshi. E duke erdhur në sallon, shikoni. Thank you re burri. Thank you. This is so cute, faleminderit re burka. Do dilnim sonde po, ora 8:00. No, jam e lodhur. Nesër, e ke pronontuar. Don të më çmendësh fare tani. Se kishe frikë që do ikë në Paris për gjithmonë, edhe po mundosh të më mbash me të mira. Po jet. Kemi arritur në fund të këtij vlogut. Shpresoj tepër që t'ju ketë pëlqyer. Ju kem dhënë edhe informacione për udhëtimin tuaj, po jeni duke planifikuar të shkoni dhe ju në Paris. Unë personalisht u kënaqa tepër, më pëlqevi çdo gjë. Dua të rikthehem, të vaj që vibe i Parisit më përshtatet tepër, edhe atëherë kur isha 20 vjeç, por edhe tani që jam 30 vjeç, sepse kuptova që në Francë kam vajtur 2016-ën, e tani ishte 2026, do me them fix 10 vjet mbas. Idealisht do desha mos kalojnë 10 vjet të tjera që të rishkoj, por kjo ngjelet për tu parë, nuk i dihet asnjëherë jetës, edhe neve të shifemi si gjithmonë në video radhës.